Përshëndetje, sot jemi në ditën e dytë në vendosjen e shiritave me acid oksalik qimini. Si vendosen shiritat me acid oksalik? Një blet me 10 rrugë, do 4 shirita dhe vendosen pak a shumë në këtë mënyrë. Këto 2 hyrit e bletës, shiritin e parë kemi vendosur në te kornisa e tretë, edhe shiritin tjetër pak a shumë të jenë afër, sa më afër hyrjeve, aty ku trafiku i bletëve është më i madh, dhe 2 shiritat e tjerë, të paktën kjo është praktika ime që unë ndjek, i vendos në këtë pozicione. Ka mënyrat e tjera që mund të vendosësh në mes, 2, 4, 6 dhe 8, më thënë, të vendosësh të 4 shiritat këtu në mes, por mua më duket më e mirë kjo mënyrë kështu. Në pak a shumë nëpër skajet të pjelljeve, kjo kolonie ka 7 pjellje, 7 korniza me pjellje. Dhe ne kemi vendosur në skaje. Pak a shumë, në këtë mënyrë ne organizojmë vendosjen e shiritave. Kjo është një koloni me një katë që unë kjo fatikisht ka blet poshtë edhe them se këto e pastrojnë dhe rezultati këtu në këtë nuk kuptohet. Atë shofim një tjetër. Edhe këtu i kam lënë pak hapur fundet me idenë që këto janë darje të këtij viti dhe unë i kam kuruar jashtëzakonisht shumë mirë në pranverë dhe rezultati këtu është minimal, aq më shumë që jam me blet. Ne shohim këtu një koloni më të madhe. Në momentin që këtu të fundet, poshtë, e këtu vetëm i varroa, hyjnë bletët, ato e pastrojnë. Ja kemi 2-3 të tjerë këtu. Rezultat minimal. Për arsye se bletët e pastrojnë. Koloni ku nuk hyjnë bletët. Ja, për shembull të kjo kolonia këtu ka blet, por nuk kanë ku ta pastrojnë. Këtu kemi kjo janë kolonit e mëdha, përsa ato që pamatje janë shtesat e këtij viti. Shikoj çfarë diferencë. Këtu në mos gaboj, me afërsisht po them janë 70 ose 80 varroa. Pastrojmë. Këtu nuk kuptohet sepse nuk e kam pas pastruar mirë, ka varroa të rëndësuar. Ka goxha varroa. Nuk pastrohet mirë në fundi. Të provojmë ta kthejmë në krahun tjetër. Këtu e pas ka bërë këtu jemi mbi 100, e sigurt. Mbi 100 varroa të rëndësuar. Mbi 100 për 24 orë. Kjo është shtesë e këtij viti dhe kjo më ka habitur fatikisht. Jo më ka habitur, nuk jam i habitur as pak, por jam shumë i lumtur që shtesat e këtij viti kanë infeksion minimal. Kjo ka një 2 shenja myku, fatikisht 2-3 shenja myku. Ja të shohim në një nga kolonit më të mëdha, fatikisht edhe më të mira, më mjalse, që unë e kam në fund.
antivarroa. Edhe kjo ka me... Po ta shikoni, është shiriti, dhe më thënë varroa rrëzuar është pjesa e fundit, ku vendosur shiritat dhe pjesa përparme. Këtu përpara, ku trafiku i bledhve është shumë herë më i madh, mund të them që kam mbi 50-60 varroa. Dhe këtej, më pak, nuk e di sa duket në video. Tani që mos ta bëj videon shumë të gjatë, ky është muaji më i rëndësishëm i vitit për trajtimin e varroas. Ska bletët e reja që kam ndarjet e reja të këtij viti janë me rezultate minimale në rrëzimin e varroas.